gjindemi në stadiumin Ultra Galactico Moderno Shkencor me 75.000 ulceve. Për çdo çast pritet të filloj ndeshja më e madhe e kësaj sezone. Ndeshja shumë pritur, 75.000 shpirtra në këtë stadium fantastik. Po e presin ndeshjen e vitit. Qëndreca Krasniqi, 21 vjeçare, klubi aktual, FC Hajvalia. Top futboliste në trevat shqiptare. Filloi të merret me futboll qysh në moshën 6 vjeçare. Në moshën 12 vjeçare u inkuadrua në klubin FC Prishtina. Është zgjedhur 4 herë rresht futbollistja më e mirë në Kosovë. Ka e nis? A je gati për humbje? Se qa për duket vete ati që me upën e? Messi, Ronaldo, Van Basten, Gullit, Karl Maradona. Hajde luj. Balloni në kampon. Që lunë ma mirë se djemta, është të vërteta? Jenë suti me. A lunë ma mirë se djemta jo? Balloni tash. Kure kone vogla, ki lujt me djem? Po, kom luj shumë. Para mollës, a? Ku pe dënti? Mua mërmenja. Pse një vesh 1-0 fitoj Shqipnia? Se ty be s'ka mujt ma shumë se me pas mujt ja kishë dhonë. Gashi, s'ke gull. Të ndëruar, Shqipëria e dashur, korri fitoren e par epokale ndaj Rumanis. Natyrisht, Shqipëria edha vetëm një gol, por fjala e urtë Dardanoj Lire thot me një gol, nuk bo shkoll. Që do me thonë, me një lule nuk qel pranvera, në këto temperaturat të larta të qershorit, nuk në vaditi as Gjermania, as Italia, as Portugalia, e besa, Turqia në vaditi fort mirë. Pra, popullorqe, kësaj populli dashur i thojnë, një gol i Armand Sadikut nuk është bol. Dhe lulja jo në dashur Kushizi, i lajt li ambulijat, edhe me pasaportat diplomatike të Momodheut. Unis të shpia. Po thu që s'ka mujt ma shumë? S'ka mujt vëlloj se me pas mujt ja kishë dhonë. S'ka mujt. Ti kime lundi kampion dhe thashat? Kishme. Ja, fall. Si më rëpon pat projekt? Ta zhujt ato me s'njet do. Se janë i stinza. A kemi që lojtarë 3 brazilian të Hajvalis, janë orë dhe janë shku. Të shpia. Valloj në nëzdi lejtore e drejtërisht e klubit tjën. Koshi. Spektator të dashur, këta janë 3 brazilianët më të famshëm në histori të Kosovës. Mateus Carvalho, Sergio Daluz dhe Lucas da Silva. Ata kishin ardhë vitin e kalu me lujt futbol nga Brazili në Hajvali. Në fillim kalu mirë me flijat, qajat dhe pite tona. Por, këtë dit i hapën syt. Kjo ishte banesa me besye që për brazilianët e ndau kryesia e Hajvalis. Se sa ju pëlqeu ky trajtim sportiv brazilianëve më të famshëm të Kosovës, tregon kjo foto ku ata shihen të gëzuar, për të gëzuar, duke pritur me padurim aeroplanin që të fluturante sa më shpejt që t'jetë mundur dhe të ikin nga Kosova. Hajde, fito 4-0, du me fitu, jo 1-0. Hajde. Do është? 4-0, jo tani, jo Gjermania, jo Italia, jo, hajde Me një mana, jo, vjetë, nej, jo, nej. Qa po ta mërmenja? Qa po bëna me Finlandë në Kosova? Me kën? Me Finlandë në rastin që jam lua? Jo, ty bes për dhe shapi se e bënë. Që ishë mërës me të vërmore ma vute në nërgom? S'ko morë me në nërgom, ha? S'ko morë. Hajde. U që e rrëv. Qegula. Veç tash e 0 për ty. Tash e shumë që për ndohë. Se s'kampion jo mëne. Unë jam kampion. Që gol Kosova, që golla parë me Finlandë.
S'ko që jep gull. E Anive, që Kosova lujti, këta unë në mejtë që ata që kanë me fusnot në fanila. Jo, s'pe di qa Na që këshin është ajo. shduk. Ha? S'pe di qa që Qysh është mëse ajo. din? Fusnota. Na këshin vjellë dresa. Ja, stirë. Qysh bërë të një? Kjo të folë kur të me përdi. Të ndëruar, apo ju kujtohet fusnota. Fusnota famoze, me elemente kancerogene, për të cilën në patën premtuar se do shkrijej në pranverën e parë. Njëherë me fusnot, tër jetën me fusnot. Për këtë arsye, ekipi U19 para 5 ditëve në Leipzig të Gjermanisë u paraqit me tër madhështinë e fusnotës së famshme të Republikës së Kosovës në fanellat zyrtare të kombëtarës tonë, a nuk pat fanella tjera, oj federat, fantastiko patriotike. Natyrisht, të gjitha mediat sportdashëse të Kosovës ultra patriotike e kam përcjell këtë rast në frymën e zakonshme magnetiko akademiko shkencore me heshtje dhe me fshehje nën tepi. Halo si e 3-0. 3-0. 3-0, 4-0. Puni shme fitu. Na shqyë. Qa më këqirë? A pas kam puni. Nuk dërzon. Kur të dërzon. Zero piti Fnjetë të ke pojide. Fnjetë. Kush të jetë? Të folim ka në dhonë. 2-0 na 3-0 do shme fitu. S'ki shans me fitu 3-0. Se shkoj Brazilje, se shkoj Kosova. Cili Brazil më re? Ha? Në Nigeria kampion e Evropës. Nuk e. Ajgore, ha? Pa ka i Ajgore gojë. kështë. Faul. Shmir. A, peta! Faul. Ja. Faul ke. Po nuk dorëzohem. Nuk dorëzohem kur. Të nderuar spektator, të nderuar viktima të Kosovës sonë, këtu përfundon gjithçka. Këtu merr fund edhe ky transmetim. Ndoshta e vërteta dhemb, por kështu e ka sporti. Kështu e ka sporti. Në fund, pidyshit nesh. Tash kam mbetur që ngelcanat me shku në shtëpi, edhe me ja lëshu vendin atyre që din dhe dojnë. Të ndëruar shikues, ishte ky dueli kryesor i vitit intergalaktik në stadiumin prej 75.000 ulceve. E po si përfundoi ndeshja, nuk ishte ndeshje me fusnota, nuk pat brazilian pasi që ikën. Kosova nuk po lumë futboll as në stadion të vetin, as klubet, as reprezentacioni i unë, kush e di ku duhet me lujt. Në fund të fundit, Karkas jemi heq.